Këto ditë doli nga botimi libri Qëndrime në kohë, pjesa 2 i Dr. Shevqet Krasniqit. Libri është një përmbledhje e artikujve të publikuar përgjatë gjithë vitit 2011 në gazetën vendore Epoka Re. Diskuton tema nga fusha sociale, politike dhe fetare. Ai është një raport për gjeneratat e ardhshme, për situatën dhe rrethanat nëpër të cilat kanë kaluar besimtarët, për problemet dhe sfidat me të cilat janë përballur. Autori në këtë libër përkrah të drejtën e qytetarëve musliman për të protestuar për të drejtat e tyre, ndërsa nuk lë t'i shpëtojnë nga kritika ata që në emër të drejtave i shkelin pikërisht ato. Frikën që kanë përkinë se zbehjen e imazhit tek bota perëndimore, autori arsyeton me faktin se të drejtat që ne kërkojmë janë mu ato që muslimanët kanë në perëndim. Libri shuhet për guximin dhe trajtimin serioz të ngjarjeve dhe problemeve. Është përplot urtësi, ndërsa dëshira për t'i kontribuar të vërtetës është moto e tij që ka reflektuar pothuajse në të gjitha pjesët e tij. Libri mund ta gjeni tek Studio Krenaria dhe së shpejti në shumicën e librarive islame. Për më shumë informata mund të na kontaktoni në numrat e telefonit 049 300 248, 045 527 957.